Përshëndetje të dashur lexues, sot do t'ju sugjerojmë 5 libra saktë dhe histori të cilët duhet t'i lexoni patjetër gjatë 2026-s, si edhe për t'u treguar se ku historia bashkohet me letërsinë, atëherë lindin kryevepra të tilla. Sugjerimi im i parë është Jamesi, një roman i cili na rrëfen mbi padrejësinë racore dhe luftën që bën njeriu për dinjitet. Parisi, arti, gratë plotgjallëri dhe sekretet joshëse fshihen në faqet e romanit Kryevepra. Po ashtu ky roman na rrëfen edhe historinë e një piktori që mashtron Hitlerin. Ngjarjet në librin Anatomia e një qasti janë të vërteta, por falëmjeshtrisë letrare të autorit, ato na shfaqen si fruti i imagjinate prej romani. Për të gjithë adhuruesit e Harabeli i Kuq, Kandidati i Kremlinit është libri i tretë i kësaj trilogjie. Ndërsa për ata që parashikojnë biografitë romanore, apo mendojnë se janë shkruar shumë biografi për Marilyn Monroe, Beyonde është romani i cili do ju ndryshojë këtë mendim, duke ju sjellë Marilyn Monroe si një figurë tragjike amerikane. Të gjithë këto libra mund t'i gjeni pranë librarisë tonë lezetare në Tirana Ring Center, si dhe mund t'i porosisni online në rrjetet tona sociale apo në faqen tonë të webit lezimtari.al.